Çmimet e naftës u rritën në nivelin më të lartë 6 javor të mërkurën, ndërsa frika për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit u intensifikua pasi forcat amerikane goditën objektivat ushtarake iraniane për natën e 11 radhazi. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent u rritë me 2.0% në $92.85 për fuqi, më i larti që nga 11 qershori. Nafta e papërpunuar amerikane u rritë me 2% në $86.01, më i larti që nga 12 qershori. Shpërndarja e vazhdueshme e sulmeve ka rritur frikën për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit global me energji, pasi Houthi e Yemenit, të lidhur me Iranin, hapë një front të ri duke kërcënuar se do të shënjestrojnë anijet që transportojnë naftë saudite në ngushticën Bab el Mandeb dhe duke njoftuar një blokadë detare ndaj Arabisë Saudite. Ngushtica Bab el Mandeb në hyrjen jugore të detit të Kuq është bërë një rrugë gjithnjë më rëndësishme për eksportet e naftës bruto të Arabisë Saudite, pasi trafiku përmes ngushticës Hormuzit ka rënë ndjeshëm. 3 cisterna nafte të ngarkuara me naftë bruto saudite për Kinën dhe Indinë u detyruan të ndërronin drejtim në detin e Kuq duke u drejtuar drejt kanalit të Suezit, në vend që të kalonin nga Bregdeti i Yemenit pas një paralajmërimi nga milicia Houthi e lidhur me Iranin. Kjo po i detyron cisterna të hyjnë edhe të dalin nga deti i Kuq përmes kanalit të Suezit duke shtuar kohë dhe shpenzime të konsiderueshme për udhëtimet në Azi. Ndërkohë, konsorciumi nga sjellësit Kaspi ka ndalur marrjen e naftës nga Kazakistani, pasi pezullojnë ngarkesat për shkak të sulmeve ukrainase ndaj cisternave të naftës në terminalin e saj në detin e Zi. Dronët e Ukrainas kanë goditur përsëri depo që i përkasin shitësit me pakicë më të madhit online në Rusi, në rajonet Krasnodar dhe Stavropol, duke plagosur 15 persona, sipas themeluesit të kompanisë dhe gurvenatorëve rajonal.